Mirë mbroma të nderuar shikues. Ditën që qeveria vendit mori vendim për uljen e TVSH-s për derivatet e naftës, ne këtu në këtë studio kishim të ftuar ekspert ekonomik për të analizuar këtë mas. Dhe si përfundimi atij diskutimi, nxorëm konstatimet se kjo mas qeveritare nuk është në shërbim të qytetarëve dhe nuk është që lehtëson barrën e qytetarëve. Të njëjtin mendim dhe bindje ndan edhe opozita. Prandaj sonte kemi të ftuar përfaqësues të pushtetit dhe të qeverisë. Fjala është për ministrin e ekonomisë, zotin Besar Durmishi. Mirëmbrëma zoti Durmishi, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Besoj që më dëgjuat me vëmendje se ditën e hënë masa që në fakt nga dita e diel u dha njoftimit që nga dita e hënë do të hijmë në fuqi vendimi si masë qeveritare për të mbrojtur qytetarët për uljen e TVSH-s për derivatet e naftës. Sot jemi ditë e premte, sa nga kjo periudhë kohore sa ka dhënë efektet e veta kjo masë qeveritare, sepse ekspertët ekonomik nuk e shohin nga kjo pikpamje. Realisht ulja për TVSH-n për benzinën dhe naftën nga 18 në 10%, nëse i marrim në parametre se sa litra naftë harxhohet në ditë dhe benzinë, për një ditë qytetarët do të kenë më pak shpenzime në këtë drejtim rreth 200.000 euro në ditë dhe rreth 1.5 milion euro në javë, sepse harxhohet në ditë rreth 1.200.000 litra naftë dhe 400.000 litra në benzinë. Detyrimi, i yni që ishte si qeveri që të ndjekim situatën dhe kur të jetë nevoja të reagojmë. A ishte reagim me vonesë, zoti Durmishi? Jo, ishte reagim në kohë. Sepse vendet e rajonit kishin marrë po të njëjtin vendim shumë më herët se sa vendi ynë. Vendet e rajonit e kanë edhe çmimin e naftës më të lartë se sa vendi jonë. E dini që i kam numrat tu para vetes, benzina euro 95 shitet për rreth 1.4 deri 1.5 euro për litër, ndërsa dizeli për rreth 1.5 deri në 1.55 për litër, që është më i ulti se sa çmimet e vendeve të rajonit. Në Serbi benzina varion prej 1.5 deri 1.8, po ashtu në Rumani 1.8 deri në 2 euro, Shqipëri është rreth 2 euro, në Kroaci është prej 1.55 deri në 2 euro, kemi çmimin më të ulët të derivateve të naftës, kemi edhe 9% rritje për të kërkesës për naftë nga vendet e rajonit, për arsye që ka qenë çmimi më i ulët. Nëse çmimet e naftës janë më të ulta në vendin tonë, edhe pagat janë më të ulta, ministër. Çështja e pagave është temë tjetër që diskutohet, nuk e kemi më të ultin në rajon, ka vendet të rajonit që e kanë pagën më të ulët se sa ne, ka vendet të rajonit të cilët janë edhe në Bashkimin Evropian, siç është Bullgaria dhe ka pagën minimale më të ulët se sa vendi jonë. Kjo nuk do të thotë që ne jemi të kënaqur me këtë pagë minimale të cilën e kemi, por punojmë në atë drejtim paralelisht, edhe duke e rritur pagën minimale, po ashtu duke e rritur edhe produktivitetin e të punësuarve, po ashtu duke e rritur edhe ekonominë. Jo më pak se para disa ditëve kemi nënshkruar marrëveshje me sindikatat. Po, do të diskutojmë për çështjet pagave, po ishte çështja që zakonisht pushteti dhe kjo legjislaturë me krenari dhe mburrje po që kanë çmimin më të ulët të derivateve të naftës, por harrojnë që qytetarët marrin edhe më pak se sa qytetarët tjerë që në vendet e rajonit marrin. Po të ngelim te kjo ashtu të përmendet edhe një fakt, sepse me pagën minimale lidhet edhe fuqia blerëse. Në qoftë se fuqia blerëse është më e fuqishme, normalisht që ka më shumë arsye dhe më shumë bazë se sa nëse ka një fuqi blerëse më të dobët. Domethënë nuk është e njëjtë në një vend ku paga minimale është fjala e bie 400 euro dhe kostet e jetesës apo shpenzimeve të cilat i konsumon një familje, ka nevojë që të shpenzon një familje, kapin vlerën më të ulët të asaj koste të pagës minimale. Në krahasim me mund të jetë paga minimale edhe 1.000 euro, por ama shpenzimet mund çmimi i qoftë produkteve ushqimore apo shpenzimeve për jetesë për një familje mund të jetë shumë më i lartë. Prandaj kjo është aktuale në vendin tonë. Ndërlidhet edhe fuqia blerëse. Ne kemi fuqi blerëse në bazë të dhënave të Eurostatit më shumë se sa dhe nuk diskutohet se sa vendet e rajonit, po edhe se sa vendet tjera të Europës janë, kemi fuqi blerëse më të fortë dhe më të mirë. Edhe pse shpenzimet janë 3 fish pothuajse më të larta se sa paga minimale, duke u bazuar në analizat e shportës sindikale minimale.
e kemi diskutuar disa herë. Po le të vjenim tek masa qeveritare, pastaj do të vim edhe tutje, do të diskutojmë edhe për këto tema veç e veç. Kur kjo masë qeveritare tashmë është 5 ditë që është ndërmarrë, në bazë të analizave që janë bërë pra nga ekspertë ekonomik që e njohin këtë fushë, kanë deklaruar që edhe nëse TVSH pra është ullën nga 18% në 10%, që i bie 44% pothuajse një ulje e tatimit të vlerës së shtuar, sërish qytetarët nuk është që në xhepat e qytetarëve ka ndonjë kursim parash, sepse ishte mendim ose ta zëm një ditë paradoksale dita e hënë, sepse në njëjtën kohë edhe ullet TVSH në 10%, por në njëjtën kohë edhe rritet çmimi i derivateve të naftës. Pra, nëse kjo ulje pra korrespondon me rritjen, pra i bie që nuk ndihmon qytetarën në këtë situatë. Në qoftë se nuk do të uleshte TVSH-ja, domethënë prej 18 në 10%, shumë më shumë do të rriteshte çmimi i derivateve të naftës. E dim që ka edhe komponenta tjerë që përcaktojnë domethënë se sa është çmimi për 1 litër naftë. Çmimi i naftës, domethënë për të përllogaritur se sa kushton 1 litër naftë, janë edhe komponenta tjerë. Ka të bëjë me çmimin e naftës së papërpunuar në botë, ka të bëjë me kursin valutor cilën e kemi me euron, ka të bëjë me shpenzimet e transportit, margjën e fitimit cilët ne kanë, po ashtu edhe TVSH-ja si komponent e 5 që janë të gjithë komponentët që e nxjerrin se çmimin përfundimtar se sa kushton 1 litër naftë për qytetarët. Dhe ulja nga 18 në 10% duke i parë presionin cilin e kemi që vjen nga rritja e çmimit të naftës në bursat botërore, që vjen nga si rezultati i luftës në lindjen e mesme. Duke i parë gjithë këta, vendimin të cilin e kemi sjellur ka arritur që të mbajë një reforme në gjendje stabile çmimin e derivateve të naftës. Po të mos e sillnim ne këtë vendim, çmimi i naftës dhe i benzinës do të rriteshte shumë më shumë. Do t'i kalojmë edhe vendet e rajonit. Është një vendim që është marrë për herë të parë në vendin tonë dhe janë 2 apo 3 vende tjera të Evropës të cilët e kanë ndërmarrë domethënë këtë vendim dhe që rezulton që është i suksesshëm, se i përmend edhe më herët mos përsëritem prapë se sa domethënë kursejnë qytetarët me këtë vendim të cilin e kemi marrë. 200.000 euro në ditë dhe 1.500.000 euro për një javë, duke përllogaritur se 1.200.000 litra naftë harxhohen në ditë dhe 400.000 litra benzinë harxhohen në ditë. Po ashtu duhet të shtoj edhe si argument që sepse rritja e çmimit të naftës është zinxhir që ndërlidhet më njëherë më pastaj do të vijë deri te rritja e çmimeve të produkteve të tjera të cilat i shpenzojnë apo të cilat i konsumojnë qytetarët. Produkteve ushqimore, produkteve bazë. Po, sepse të njëjtin shqetësim e ka shprehin edhe deputetët në kuvend, po edhe janë qytetarët të cilët ankohen, edhe nga kronika që ka realizuar televizioni Shenja, do thotë qytetarët janë të pakënaqur për rritjen drastike edhe të perimave, edhe të pemave, edhe të produkteve bazë. Do thotë madje dje, deputeti Snopçe nga këtu tha që çmimi i domateve dhe specave ka shkuar në 300 denar. Sa i përket pemave dhe perimeve, janë artikuj ushqimor sezonal. Domethënë, nuk janë artikuj ushqimor që e kanë sezonin e vet dhe e dim për çdo vit që në fillim të vitit kur nisën të dalin në treg çmimi është shumë më i lartë derisa të vim deri te produktet ushqimore të cilat perimet dhe perimet të cilat do t'i shesin qytetarët tanë, bujqit tanë të cilat prodhojnë. Për këtë arsye, jo rastësisht e kam thënë në disa prononcime të mia që ne jemi të fokusuar të përkrahim me subvencione në kuadër të resorit tjerë, nuk ka të bëj me Ministrinë e Ekonomisë dhe Punës, ka të bëj me Ministrinë e Bujqësisë, të përkrahim bujqit vendor, që të arrim të kemi çmime më të ulta në treg dhe të arrim që të kemi fuqi edhe pse jo edhe eksportuese. E dini që jemi si vend tepër i mvarur nga importi i produkteve, posaçërisht produkteve ushqimore. Vendi jon 70% importon nga jashtë produktet ushqimore. Dhe këtu do me thënë ndikimi i çmimit direkt është nga vendin në cilin ti e konsumon atë produkt. Jemi të mvarur prej çmimeve të cilat i vendojnë vendet tjera. Dhe jo rastësisht punojmë që të arrijmë që të përkrahim në atë apo të përkrahjen financiare të destinohen dhe të dërgohen tek ata bujqit të cilët me të vërtet janë duke punuar dhe të rrisin kapacitetet e tyre që të mundet produktet e tyre ti shesin në tregjet tona, po ashtu duke përkrahur edhe prodhimtarin vendore, që të jemi të fokusuar në stabilizimin e ekonomisë,
po ashtu edhe në zhvillimin e saj në hapat e më të tjeshëm. E di që nuk është idealja të cilën e kërkojmë, të cilën e kërkojmë ne dhe të cilën e kërkojnë edhe qytetarët, por duhet të them që për një vit e gjysmë sa jemi në qeveri, kemi arritur që të stabilizojmë ekonominë dhe të krijojmë infrastrukturë dhe kushte për zhvillimin e saj në muajt në vazhdim. Zoti Durmishi, sepse kur ju dëgjojnë qytetarët që ju për një vit e gjysmë keni arrit me stabilizu ekonominë, në të njëjtën kohë shohin xhepat e tyre që do thotë nuk janë të njëjtë sikurse para 2 viteve, ta zëm, sepse kriza ekonomike sa shkon e thellohet për shkak të zhvillimeve edhe globale, po edhe brenda vendit, sepse strategji të tilla edhe qeveritë paraprake kanë paralajmëruar që ta subvencionojnë prodhimin vendor. Mirë, po praktika ka dëshmuar në përqindjet e larta që përmendet edhe ju që vendi ynë varet nga vende tjera. Do thotë më shumë ka do thotë përqindje e lartë merr produktet prej jashtë sa që prodhon brenda vendit. Këtë rast, ky stabilizim i ekonomisë që ju e thuni me krenari që keni arrit me në shkuptim e keni stabilizuar ekonominë. Kjo nuk bëhet brenda natës dhe normalisht që politikat të cilat i krijon efektet e saj do të ndjehen tek qytetarët, po edhe tek vendi muajt dhe vitet që pasojnë. Kjo është si rezultat i politikave të gabuara të pushtetit paraprak, ku subvencionet nuk janë shpërndarë në vendet e duhura dhe nuk janë shpërndarë aty ku ka nevojë, duke mos bërë një analizë të thellë se për çfarë industria apo për çfarë prodhimtaria apo për cilët bujq realisht duhet që të përkrahen. Sepse një kohë të caktuar, publiku e mban mend që kuadri i lëvizjes BESA ka udhëhequr me bujqësinë. Atëherë kemi qenë për të shkurtur. Po, edhe kuadri i lëvizjes BESA ka udhëhequr pikërisht me Ministrinë e Bujqësisë. 10 muaj kemi qenë pjesë e qeverisë dhe për 10 muaj nuk mundet që bësh dhe të krijosh politika që do të sjellin. Por ja që tani për një vit e gjysmë po thoni që ka rezultate. Vetëm sa ta përfundoj. Sa i përket stabilizimit të ekonomisë, kemi informuar opinionin që kemi për 3.5% rritje të bruto prodhimit vendor vetëm në 3 muajt e fundit. Domethënë, jemi vendi i parë në rajon që kemi kaq rritje të bruto prodhimit vendor dhe sa i përket të dhënave zyrtare që i marrim nga statistika, vetëm në 2-3 muajt e fundit, si rezultat i krijimit të politikave tona, kemi ulje të inflacionit ndër 3%. Nëse marrim vendet e rajonit, kemi inflacion me 4-5%, i kam para vetes, domethënë në Slovakia kemi 4% inflacion, në Kroaci kemi 3.8%, në Bullgari 3.5%, mos i përmendi e kështu me radhë, dhe ne në vitin 2026 për 2 muajt e parë kemi ndër 3% inflacion dhe projekcionet tona janë që ky inflacion të jetë deri në fund të vitit prej 2 deri në 3% që nënkupton gjendje stabile. Mos harroni, e kemi gjetur me inflacion në 9 dhe 8% kur e kemi marrur në vitin 2020 deri në vitin 2024, domethënë qeveria ka qenë me një inflacion deri në 90%. Po kanë ndikuar edhe krizat që kanë qenë, edhe kriza pandemike, edhe kriza luftës në Ukrainë. Lufta në Ukrainë edhe tani është ende duke u zhvilluar, po ashtu kemi edhe luftë që mund të merr për masa globale dhe krizë edhe më e thellë globale dhe kemi arritur që për një vit e gjysmë të stabilizojmë inflacionin që nënkupton qytetarët të kenë mbrojtje të standardit jetësor të tyre. Stabilizim inflacionit, a nënkupton edhe stabilizim të çmimeve të produkteve bazë, sepse kjo u intereson qytetarët. Normalisht, kur të shkojnë në market me produkte ushqimore, me i marr me çmime më të pranueshme dhe të përballueshme. Normalisht se ajo ndërlidhet, domethënë nëse kemi rritje të çmimeve të produkteve bazë, do të kemi rritje të inflacionit. Domethënë ajo është paralelisht. Vetëm tani që po folim, e thash edhe dje në parlament pyetjes deputetit ju përgjigje dhe tregova që tani që po folim dhe në ditët në vazhdim po ashtu edhe më herët, si rezultat i krizës që ka kapluar gjithë globin, po ashtu që do të ndikohet dhe ndikon edhe tek ne, kemi angazhuar 30 grupe të inspektoratit shtetëror të tregut, të cilët janë për çdo ditë në kontroll dhe në terren. Dhe me këtë veprim tregojmë që jemi duke mbështetur interesin e qytetarëve të fokusuar që të ruajmë standardin jetësor të qytetarëve dhe të kemi ekonomi të zhvilluar. Dhe nuk do të lejojmë, nëse do të hasim, rritje të marzhës së fitimit të tregtarëve në formë të pa justifikuar, pa bazë ekonomike. Do të reagojmë menjëherë
Kështu siç kemi reaguar më përpara me mas, ashtu do të reagojmë edhe në ditët në vijim. Sa i përket zhvillimit ekonomik, sa i përket punës të cilën e bëjmë në sektorin të cilën udhëheq, kemi nga 1 janari që ka hyrë në fuqi ligji për përkraje financiare të investitorëve, i cili ligj ju mundëson edhe investitorëve vendor edhe atyre të huaj që të investojnë në vendin tonë, ku do të kenë përkraje financiare nga ana e qeverisë, më konkretisht nga ana e Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës. Tani më është koha e aplikimeve dhe shumë shpejt do të dalim edhe në terren, edhe do t'i vizitojmë të gjithë investitorët. Po ashtu edhe për planin operativ, edhe vitin që shkoi, kemi hapur, domethënë 2500 punësime të reja, po vetë punësime, të cilët... Po, do të flasim edhe për këtë çështje, po krahas krizës me çështjen e derivateve të naftës, ka kapluar vendin tonë edhe një rrezik për krizë energjetike. A ka burime të mundshme alternative Maqedonia Veriut për furnizime? Realisht është një temë dhe një pyetje që ka më përpara energjetika ka qenë në Ministrinë e Ekonomisë, tani më është si ministrinë vetë dhe ka ministrës që i ka informata dhe mund të përgjigjet sa i përket kësaj pyetje. Megjithatë, unë mund të them që ashtu siç jemi duke ndjekur situatën në treg nga Inspektorati Shtetëror i Tregut me çmimet, po ashtu e monitorojmë situatën edhe me çmimet e energjetikës dhe nëse do të hasim në nevojë apo do të ketë mungesë, normalisht që do të intervenojmë dhe do të gjejmë zgjidhje alternative që të mundet që qytetarëve të dalim në ndihmë. Duhet të investojmë në prodhim të energjisë elektrike vendore, duhet të fokusohemi në ato masa të cilat tani më vetëm se ka hapa konkret nga Ministria e Energjetikës dhe vetëm se janë duke operuar. E thash edhe një herë, nëse do të ketë krizë reale që do të paraqitet, ashtu siç intervenuam me ulje të TVSH-s, po ashtu do të intervenojmë dhe do të gjejmë zgjidhje alternative për energjinë elektrike, gjithsesi të dalim në ndihmë qytetar. Sepse ne do të flasim edhe për aspektin politik të përgjithshëm brenda vendit, se ju e cilësuat si periudhë të suksesshme ekonomike në menaxhimin që jeni në krye të këtij resori. Megjithatë, nga 1 janari vitit 2026, këtë vit qytetarët e kanë filluar duke paguar fatura më të shtrenjta të energjisë elektrike, duke ushtuar participimi shëndetësor që paguajnë diku deri në 33% më shumë. Nga ana tjetër edhe buqit janë më të rrezikuar nga subvencionimi me fondet i partë për shkak të skandalit korruptiv. Normalisht që që ka pasur lëvizje të rritjes së çmimeve në sektor të caktuar, po ashtu edhe këtu ka pasur një lëvizje, por nuk ka qenë lëvizje ad hoc apo tepër e lartë që të mos jetë e pa përballueshme, ndërsa sa i përket Ministrisë së Bujqësisë, organet kompetente janë në veprim dhe të gjithë ata të cilët kanë keq përdorur i partë fotën, siç e përmendët, po ashtu edhe nëse do të keq përdorin edhe parat e vendit tonë, pasi që ata janë para të qytetarëve, normalisht që organet kompetente duhet që të reagojnë dhe të veprojnë, dhe normalisht që Ministria e Bujqësisë do të nisë dhe do të fillon me pagesën e subvencioneve ndaj bujqëve. Ka ndodhur një situatë jashtëzakonshme dhe normalisht që derisa organet kompetente të veprojnë, normalisht që ka pasur vonesa, të cilët janë të arsyeshme. Ju mesjerash përmendët edhe çështjen e punësimit, sepse realisht në ministrinë tuaj përpos që u tërhoqën kompetencat e energjetikës u shtuan këto të punës. Në fakt prej periudhës që jeni në krye të këtij institucionit, sa vende pune janë hapur zoti Durmishi dhe në cilat sektor janë shpërndar këto, sepse vërtet e kemi diskutuar mbas edhe herën e fundit kur e kemi pasur në studio, por tingëllon disi absurde kur flitet për shifra të larta të punësimeve, nga ana tjetër akoma niveli i papunësisë nuk zbutet, edhe qytetarët shqiptar me theks të veçantë, sepse në fund të ditës ata i përfaqësojnë jo në këto institucione, nuk është se janë të kënaqur nga ky avaz i punësimeve. Sa i përket, domethënë, vendeve të punës në institucionin cilin e udhëheq, aty ka pasur reorganizim të ministrisë, ku energjetika ka shkuar në ministri të re
të formuar bashkë me ata kanë shkuar edhe të punëtorët e atij sektori, se më përpara ka qenë sektor, kanë shkuar edhe disa sektor tjerë, po ashtu ka ardhur sektori i punës dhe domethënë ka pasur një transformim të tërë, ka qenë ndoshta ministria që ka pasur më shumë ndryshime në kuadër të kabinetit qeveritar. Vendet e punës janë të hapura rrjedhshëm, tash numrin e saktë nuk e kam, por ka pasur domethënë vende pune që kanë qenë të punësuar me kohë të pacaktuar, domethënë vendime të përhershme, ka punësime të cilët janë bërë me kohë të caktuar, po ashtu edhe me kontratë me vepër të cilët ushtrojnë detyrën e tyre. Po ashtu edhe në inspektoratin e punës, po ashtu edhe në inspektoratin shtetëror të tregut, pasi që janë dy inspektoratet që tani më janë ndër Ministrinë e Ekonomisë dhe Punës. Të gjitha këta, domethënë, të dy inspektorate janë forcuar me kapacitete të resurseve njerëzore dhe tani më po funksionojnë. Po ashtu në planin operativ të punësimit, domethënë, këtu duhet të ndalem pasi që është një masë që i prek të gjithë qytetarët. Kur realizohet nëpërmjet agjencionit të punësimit, e cila është domethënë ndër Ministrinë e Ekonomisë dhe Punës dhe ndër qeverinë, nuk është si institucion komplet ndër Ministrinë e Ekonomisë dhe Punës, është subjektivitet në vete. Realizimi bëhet nëpërmjet agjencionit të punësimit, domethënë këtu në vitin që shkoi, domethënë janë paraparë të përfshihen diku 16.000 qytetarë. Edhe me punësim, edhe me vetë punësim, po ashtu edhe me shërbime. Dhe 2700 prej tyre tani më kanë hapur mikrobizneset dhe tani më kanë hapur vendet e punës të tyre. Po ashtu ka pasur edhe qytetarë të cilët janë bërë bashkë dhe kanë hapur një biznes të përbashkët, partner, dhe tani më ata po gravitojnë shumë shpejt, që mund të jap edhe një informacion këtu nga emisioni juaj për opinionin, që në këtë plan operativ që vjen tani më, do të krijohet një komision ku do të parashihet që të jetë i mbuluar me pagesë, që do të del në terren dhe do t'i kontrollon të gjithë këta të ri dhe të reja, sepse 85% e të punësuarve e vetë punësimeve janë qytetarë të ri dhe të reja të vendit tonë. Të gjithë këta do të kontrollohen, a janë duke funksionuar apo jo, ka ndonjë pengesë apo jo gjatë veprimtarisë së tyre, apo nëse kanë qenë vetëm hapje të bizneseve fiktive. Nëse do të hasin diçka të tillë, do t'i detyrojnë që t'i kthejnë mjetet përsëri në agjencionin e punësimit. Realisht do të bëhet një kontroll i gjithë sistemit shfrytëzuesve që të jemi të sigurt aty ku i kemi bërë përkrahjen financiare, a ka dhënë efekt dhe të kontrollohet papunësia, pasi që e përmendet papunësinë. Po. Këtë vit ende nuk kanë dalë të dhënat zyrtare nga endi statistikor, i presim që të dalin, por mbas informatave që i kam dikundit e 13% do të ulet papunësia në krahasim me vitin paraprak. Gjithsej kemi 90.000 qytetarë të cilët janë të evidentuar si të papunë, ku 60.000 prej tyre janë me shkollë fillore dhe do të ulet nëse për 13% do të bëhet për llogaritja dhe do të ulet ai numër i papunësisë. Në këtë vit që vjen, në planin operativ të ri që do e shpallim në muajin që vjen, janë të parapame 40 milion euro pikërisht për vetëpunësim, për grande, për të rit, për shërbime të ndryshme, për trajnime të ndryshme, po ashtu do të vendosim edhe mas për ato qytetarë që janë me shkollë fillore që të mundet edhe ato të inkuadrohen në tregun e punës. Dakor. Megjithatë, në bazë të analizave dhe rezultateve që janë bërë në sektorin publik, nëse flasim në aspektin e përqindjeve të strukturave etnike, rezulton që shqiptarë të punësuar ka diku 21% djesë, ndërkaq në sektorin gjyqësor ka vetëm 15%. Është e mjaftueshme kjo përqindje përfaqësuese e shqiptarëve në sektorin publik dhe në gjyqësor? Po, kjo është një temë që nuk lidhet, domethënë, vetëm me resorin cilin e udhëhequn drejt për drejt, por lidhet me gjithë resorët e qeverisë dhe si pjesë e qeverisë mund të them se me ardhen e Vlenit ka pasur lëvizje pozitive, të dhënat i kemi marrë edhe nga avokati i popullit që ka pasur një lëvizje pozitive në krahasim me përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet shtetërore. Nëse në gjyqësor përmendet shifra në 15%, kjo është si pasojë e asaj cilën ne e kemi trashëguar, sepse nuk mundet që të zbret një përqindje aq e madhe apo të rritet një përqindje aq e madhe e të punësuarve për një periudhë kaq të shkurtër kohore, dhe siç e dini përfaqësimi i drejtë
dhe adekuat është kategori kushtetuese që duhet të respektohet nga institucionet. Dhe pikërisht për këtë edhe jemi qenë të fokusuar edhe kemi punuar në sjelljen e ligjit për që akoma nuk është në fuqi, po, në proces. Adekuat, por ama, pas dritës së gjelbër të cilën e ka marrë nga Komisioni i Venecias, presim shumë shpejt që ligji përsëri të kthehet edhe një herë në qeveri, të votohet në qeveri dhe më pastaj të shkon në parlament. Mirë, ju zoti Dërmishi deklaruar që menjëherë pas asaj të fillon implementimi dhe i atij ligji dhe do të kemi përfaqësim të drejtë dhe adekuat edhe për qytetarët shqiptar, edhe për gjithë etnitë tjera, minoritetet tjera të cilët janë në vendin tonë. Shumë mirë nëse do të ndodhë kështu, megjithatë ju theksuat që përfaqësimi i drejtë dhe adekuat është kategori kushtetuese dhe si e tillë duhet të respektohet dhe po respektohet. Mirë, po çfarë u thoni qytetarëve, për shembull e fundit ishte 40 të punësuar në regjistrin qendror janë avancuar prej tyre asnjë shqiptar dhe asnjë prej komuniteteve tjera, të gjithë Maqedonas. Çfarëdo që të akuzon apo të flet, BDI duhet të merret me rezervë dhe duhet të analizohen edhe të merren argumentet. Jo, zoti Dërmishi nuk po flet BDI, po flasin të dhënat që Regjistri qendror në rregull është një nga institucionet nga niveli i përfaqësimit të shqiptarëve shumë i ulët. E ata si parti opozitare natyrisht e bëjnë punën e tyre, e juja është të jepni sharrime mbi këtë çështje. Shumë i ulët dhe në këtë gjendje ne e kemi trashëguar këtë institucion. Në këtë institucion, megjithatë, për shkak këtij problemi kemi angazhuar një grup profesional që është në krye të detyrës dhe që merret me këtë problematikë të cilën është hasur ditët e fundit, po duhet që të potencoj faktin që kemi gjetur një institucion me shumë pak numër të punësorëve të shqiptarëve realisht të punësuar në këtë institucion. Në drejtim të përmirësimit të kësaj gjendje përmenda që sa të hyjë në fuqi ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, konkretisht nga grupi profesional i cili është i angazhuar, do të angazhohemi që të ketë rritje të përfaqësimit të shqiptarëve edhe në këtë institucion, ashtu siç janë bërë 800 avancime në gjithë institucionet tjera. Sa i përket investimeve kapitale, cilat janë tani për tani investimet kapitale që janë të koncentruara në zona shqiptare? Në rregull, sa i përket investimeve kapitale, dikundit e 80 milion euro është bërë investime në gjithë komunat shqiptare, për herë të parë ndos që nga 250 milion euro që kanë qenë, domethënë gjithsej të destinuara mjete për të ndarë për gjithë komunat në vendin tonë, për herë të parë bëhet ndarje e drejtë dhe për herë bëhet përllogëritja e mjeteve që do të ndahet për kokbanori, duke pasur parasysh që gjithë ata komunat që kanë dorëzuar edhe kanë të dorëzuar edhe projekte, kanë të paraqitur edhe projekte, sepse pa projekte nuk do të mundesh të që marrë. Politikë, këtu vetëm një sharje, vetëm në... Po, do t'i përmendesh, vetëm sa i përket kësaj politike me i nda mjetet për kokë banori, kur kemi analizuar buxhetin për vitin 2026, zoti Bytyshi nga këtu ka thënë që është politike gabuar për shkak se ndarja e buxhetit duhet ndahet në bazë të zonave sa janë të zhvilluara, për shkak se u bëhet pa drejtësi zona më pak të zhvilluara dhe paralele krahasuese është marrë zona e Likovës me zonën e Shkupit. Nëse tash zona e Shkupit është e mbipopulluar, zona e Likovës natyrisht ka më pak banor. Dhe nëse ndahet fondet dhe buxheti për kokë banore, i bie që zona e Likovës do të ngelet diku 25 vite, 30 vite mbrapa zhvillimit të zonës së Shkupit. Dhe pastaj kjo prodhon edhe pasoja zinxhirore që ata banor natyrisht do të shpërngulen nga ajo zonë, në një zonë do të shpopullohet, zona tjetër do të mbigarkohet dhe si politikë ekonomike, pra zoti Bytyshi, si deputet dhe si ish zëvendës kryeministër për çështje ekonomike, e ka cilësuar se është totalisht e gabuar. Por ama për herë të parë ka një ndarje të drejtë. Pasi që më përpara është bërë ndarja në bazë të preferencave e përkrahjes së pushtetit lokal dhe nuk është bërë ndarje transparente dhe e drejtë siç është bërë tani. Dhe po është fakt që ata zonat të cilët janë të mbipopulluara, domethënë normalisht që do të kenë përkrahje financiare, por shkaku i mbipopullimit do të kenë edhe nevojë më shumë. Dhe ata zonat të cilët kanë më pak banorë, ndoshta do të kenë nevojë fjala e bie për 1 apo 2 qerdhe, ndërsa këta zona do të kenë për 5 nevojë për 5 qerdhe apo për 6 qerdhe, për shkolla fillore, për të mesme, për kështu me radhë. Edhe nevojat janë më të mëdha. Dhe sidoqoftë, mbas të kësaj ndarje ne nuk kemi ndalur vetëm këtu, pasi që normalisht që qeveria ka edhe institucione
tjera të cilat funksionojnë dhe përkraje tjera që janë jashtë kësaj përkraje të cilën e kanë marrur komunat në vendin tonë. Deshet të përmendin investime kapitale, diçka për... Në Tetov, përmenda, domethënë desha të potencoj që vetëm në Tetov kemi 2 shkolla të mesme të cilat do të ndërtohen prej fillimit, shkolla e mesme tekstile dhe shkolla e mesme 7 Marsi, po ashtu kemi 2 bazende për 2 pishina për fëmijë që do të jenë të mbyllura, po ashtu ka investim në ndërtimi qarkores në fshatin Lises Kodër Diellit që do i ndihmon shumë turizmit në Tetov, po ashtu edhe në Kodrën e Diellit. Në Shkup kemi projektet siç janë kampusi i Universitetit Nën Tereza për herë të parë, domethënë që bëhet një investim serios. Edhe për këtë janë skeptik, edhe opozita dhe analistët për shkak të ndarjes së buxhetit. Do thotë një projekt 35 milion euro, por që është planifikuar deri në vitin 2029 përfundoj, do thotë ndërkaq që janë ndarë vetëm as 1 milion euro, pra vetëm 900.000 euro për këtë vit. Jo më pak se sepse gurthemelin e hodhët, mirë po mungojnë me gjas. Jo më pak se disa ditë më parë, domethënë ne hodhëm gurthemelin edhe nisën dhe do të realizohet në kohën e duhur dhe në atë që është caktuar, do të përfundojë domethënë në gjitha afatet kohore, mjetet do të ndahen dhe mbarësisht se si do të realizohen, si do të hazhohen, përsëri do të ndahen mjetet tjera deri në vlerën e duhur që duhet që të përfundon investimi. E dini që do të kemi edhe rebalans dhe nëse do të harxhohen këto mjete, normalisht që do të ndahen. Projekti ka nisur dhe do të përfundon në kohën e duhur. Dakor, por pos në Shkup, pra në Tetov përmendet projektet e investimeve kapitale, në Shkup, në zonat të tjera? Po ashtu edhe në Gostivar, në gjitha komunat të cilat kanë dërguar projekte, në gjitha ata komuna, domethënë është bërë ndarje e buxhetit e drejtë dhe transparente për kokë banori. Pra nuk janë të diskriminuar shqiptarët në këtë drejtim. Jo. Pikërisht e përmenda dhe e kemi përmendur edhe më herët që ndarja e buxhetit është bërë e drejtë dhe transparente. Është transparente, zoti Dërmishi, edhe kredia hungareze prej 200 milion eurosh, akoma nuk dihen cilat janë kompanitë përfituese të kësaj kredie. Eksponent që kanë qenë edhe pjesë e koalicionit vlen që tashmë nuk janë, zoti Taravari nga këtu ka deklaruar që nga 200 milion euro kredia hungareze, asnjë kompani shqiptare nuk është përfituese. Dhe pse, nëse po flisnim për transparencë, pse atëherë kjo listë nuk është bërë publike? Në rregull, atëherë procesi i përpunimit të armonizimit të dhënave, publikimit të dhënave, domethënë komplet procesi është zhvilluar nëpërmjet Ministrisë së Financave në bashkëpunim me bankat dhe të dhënat janë në Ministrinë të Financave. Qeveria ka punuar dhe do të vazhdojë të punojë në rritjen e transparencës së këtij procesi, ndërsa të dhënat janë të evidentuara në Ministrinë të Financave. Në vitin 2025, pra, për ta marrë një përgjigje më të qartë, zoti Dërmishi, para se të kalojmë tek pyetjet tjera, kjo listë e kompanive fituese, ju si ministri i ekonomisë dhe si eksponent të koalicionit vlen, pjesëmarrës të shqiptarëve, përfaqësues të shqiptarëve në këtë qeveri, e dini kush janë kompanitë përfituese? Është i vërtet ky pretendimi i zotit Taravari apo nuk qëndron? A ka kompani shqiptare që kanë përfituar nga kredia hungareze prej 200 milion eurosh? Mirë, tash ne mund të shfaqim pretendime për shumë gjëra, por duhet të shifen argumentet, faktet dhe më pastaj të folet a është e vërtet apo jo. Dhe unë ju garantoj që ashtu siç ka ndodhur edhe në ndarjen e kredisë në pushtetin lokal, po ashtu edhe në ndarjen e kredisë për kompanitë, të gjitha ata të cilat i kanë plotësuar kushtet për marrje të kredisë për zhvillimin e vendit, të gjitha ata i kanë pasur të drejtën edhe kanë përfituar nga ajo kredi me kamatë të volitshme. Se tani natyrisht që qytetarët dhe opozita pasi që kjo do të ishte kanë çështje kritike ndaj pushtetit. Dhe kur opozita ju akuzon që ka mungesë transparence, pse ju si pjesëmarrës në pushtet nuk i demontoni atëherë? Në rregull, nëse do të kishte një kesh përdorim të tillë, organet e rendit janë ata të cilët duhet të veprojnë, pasi që jemi duke fol për procedura administrative, jemi duke fol për procedura juridike që nuk mundet çdo kush të edhe të bën në shkelje të tilla dhe të favorizon ndonjë palë apo të mos favorizon palën tjetër. Të gjithë ata që i kanë respektuar rregullat dhe që i kanë plotësuar kushtet për marrjen e kredisë, të gjithë ata janë të pranuar edhe
po funksionim. A është e çuditshme mos të jetë asnjë kompani shqiptare në mesin e kompanive që kanë fituar nga kjo kredi? E përmend edhe njerë që mos përsëritem, në qoftë se ka pasur të tillë që i kanë plotësuar kushtet qofshin shqiptare edhe të cilët do qofshin të etnive tjera, të gjithë ata janë të pranuar. Në qoftë se ka ndonjë kompani të tillë që ka aplikuar dhe pretendon që, siç ka pretenduar edhe Dr. Taravari, pretendon që i është bërë hile apo i është keq përdorur aplikimi dhe nuk ka arritur që të merr, le të paraqit rastin në organet e rendit dhe normalisht organet e rendit duhet të veprojnë. Vitin që lan pas, nga shpenzimet kapitale janë shpenzuar, do të thotë investimet kapitale janë shpenzuar vetëm 65% e buxhetit. Pse nuk shpenzohet më shumë se kaq? Ka pasur vonesa, procedura administrative, ka pasur prolongime, hapjet e nderësh vonesa, ka pasur prolongime edhe për shkak të zgjedhjeve të i patëm vitin që shkoi, ka pasur harmonizim me standarde, kërkesa për rregullatore, ka pasur normalisht edhe kushtet motit që ka pasur ndryshime, por këto janë faktorët të cilët i kemi hasur në vitin që shkoi dhe buxheti për vitin 2026 do të realizohet në një intensitet më të lartë në krahasim me vitin 2025. Këtë vete nisëm me një mungesë apo me një deficit buxhetor prej 700 milionë eurosh. Si do të arrihet të mbulohet ky deficit buxhetor duke marrë për bazë edhe atë që ju vetë deklaruat që do të bëhet, pritet bëhet rishikimi i këtij buxhetit, mes tjerash mbase edhe shtohet edhe më shumë nevoja, rasti konkret që e përmendëm për kampusin universitar Nën Tereza, për institucione tjera. Në çfarë mënyre do të mbulohet ky deficit buxhetor, po mbase edhe do të plotësohen ato nevojat që do të shtohen përgjatë këtij viti? Domethënë, deficiti buxhetor në vitin 2026 është projektuar që të jetë rreth 3.5% të brutoprodhimit vendor dhe do të mbulohet përmes arketimit të rritur të tatimeve, disiplinës fiskale dhe kontrollit të shpenzimeve pa rrezikje për shërbimet publike. Janë dy faktor kryesor ku do arrin që të përmbushin atë projekcion të cilin e kemi bërë për vitin 2026, edhe pse është bërë në resorin e financave, por normalisht ne si antar të qeverisë kemi dhënë dritë të gjelbëre dhe kemi miratuar. Sepse ekspertët ekonomik që kanë analizuar çështjet ekonomike nga këtu kanë deklaruar që pushteti po keq përdor buxhetin duke e destinuar pra vetëm për intereset të politikave ditore, për shembull për rritje minimale të pensioneve sipas tyre e pagave, në mënyrë që në anën tjetër mungojnë investimet kapitale. Megjithatë në këtë çështje vetë se e diskutuam, por akoma edhe deputetët opozitar, edhe sindikatat kërkojnë vazhdimisht rritje pagash. Çfarë thot buxheti për këtë? Po tash në njërin anë kemi analistët dhe kemi punëdhënësit ata që na akuzojnë për rritje të pagës, ndërsa në anën tjetër kemi protesta, po ashtu protesta generale gjithëpërfshirëse për rritjes të pagës minimale, po ashtu edhe të pagave. Normalisht ne, domethënë, jemi në mes dhe duhet të shohim të gjithë palët. Por duke e pasur parasysh që të kemi në fokus interesin e qytetarit dhe mbrojtjen e standardit jetësor të qytetarit, po ashtu edhe komponentën e tretë, zhvillimin e ekonomisë së vendit, pasi që nuk mund të shohim vetëm njërën anë. Dhe duke i parë të gjitha palët e involvuara në këtë proces, kemi shkuar që me hapa të sigurt, por të rrisim edhe pagat, por njëkohësisht të rrisim edhe zhvillojmë edhe ekonominë, ashtu siç folëm më herët që të mos përsëritem sa i përket ekonomisë. Kemi rritur pagat në shëndetësi, kemi rritur pagat në arsim, dikun 8%, dikun 10%. Kemi rritur pagat për policët, kemi rritur pagat për Ministrinë e Mbrojtjes, për ushtarët. Tash e fundit ishte që kemi bërë para 3 ditëve, domethënë kemi nënshkruar marrëveshje kolektive për administratorët që janë në ministri, në drejtori, administratën e vendit, ku kemi arritur të përmbledhim gjithsej 11.000 qytetarë të vendit, të cilët janë të punësuar në sektorin publik, në administratë, të kenë rritje të pagave deri në 40% ju arri rritje pagave, është historike kjo marrëveshje, deri në vitin 2028. Domethënë, 2 muaj 3 para zgjedhjeve të rregullta parlamentare, do të rriten domethënë
bashkërisht me harmonizimin e pagës minimale për çdo vit. Ashtu siç u harmonizoa këtë vit, marrëveshjen që nënshkruan do të rritet për pagat e administratorëve, po ashtu edhe vitin që vjen në mars, po ashtu edhe vitin 2028 dhe për herë të parë do të kenë paga të dinjitetshme për administratorët e vendit. Sot, zoti Durmishit, paga kemi përkrahur edhe kompanitë. E përmendëm më herët, folëm që të mosim në gjitha të përkraje. Sot, a kemi pagat të dinjitetshme për punëtorët në Maqedoninë? Ndërsa mos harrojmë edhe një detaj që kërkesa dhe presioni i Bashkimit Evropian ka qenë që të rritet tatimi nga 18 në 20%. Tatimi vlerës shtuar të vëshet të rritet nga 18 dhe ne nuk e kemi bërë atë, që të dalim në interes qytetarëve, po ashtu ka kërkuar që të rritet edhe pragu i pensionit në 65 deri në 66 vjet dhe po ashtu edhe atë ne nuk e kemi bërë, vetëm që të ruajmë edhe punëtorët një në anë, po ashtu të ruajmë edhe standard njësor qytetarë, po ashtu të ruajmë edhe ekonominë. Por e kam përmendur shpeshherë që kjo është shndruar më shumë në politikë ditore paga minimale se sa kërkesa reale që e kanë, domethënë që e bëjnë të punësuarit, po ashtu të punësuar veçanërisht të punësuarit në sektorin publik. Pasi që... Jo, zoti Durmishi, unë mendoj që nuk është politikë ditore nevoja për të kërku pagë më të lartë minimale. Jo, që mos keq kuptohen. Jo, unë pak të kështu e kuptova. Sepse është nevojë e pakontestueshme rritja e pagës minimale. Sipas jush, tani ju mbase vareni, nuk e paga juaj sigurisht nuk është minimale, por nga kjo pagë minimale që është sot, është e dinjitetshme, është pagë e ulët, e lartë apo e mjaftueshme sipas jush? Unë do të dëshiroja që paga minimale të jetë 1000 euro. Gjithkush do që të ketë pagë më të lartë, që të mos keq kuptohemi. Nga politikanë të opozitës, po ashtu edhe nga sindikatat është keq përdorur kjo kërkesë, që të shprehem dhe të më kuptojnë gjithë qytetarët, kërkesa është normale që të kërkojnë që gjithë qytetarët që të kenë paga më të lartë. Unë po ju jap një argument. Kemi 750.000 të punësuar në sektorin publik dhe në sektorin privat. Parafërsisht dikun të 130.000 apo 140.000 janë në sektorin publik dhe mbi 600.000 janë të punësuar në sektorin privat. Dhe në sektorin publik nuk kemi asnjë qytetar që është i punësuar dhe që merr pagë minimale. Në sektorin privat, nga gjithë ata të punësuar, vetëm 30.000 janë që marrin pagë minimale. Duke shtuar këtu te ky numër, duke bërë edhe analizën e gjithë atyre qytetarëve të cilët kanë biznis vetim familjare apo janë tregtar individual, që e dim që kanë të hyra edhe nga kompania e tij, që janë, domethënë, janë zejtarët, janë të gjithë ata që merren me profesione të caktuara, të cilët kanë si biznes të vetim familjar dhe kanë të hyra edhe nga kompania. Nëse zbresim edhe këtë numër, 2 apo 3% të qytetarëve janë ata të cilët marrin pagë minimale në vendin tonë. 97% të qytetarëve janë ata të cilët nuk marrin pagë minimale, por marrin shumë më shumë se sa paga minimale. Dhe unë e them këtu që po, ne duam që të rritet paga minimale, jemi pro kësaj që të rritet paga minimale dhe punojmë në këtë drejtim, por ama ajo të rritet natyrshëm, duke rritur produktivitetin, duke zhvilluar ekonominë dhe të rritet edhe paga duke mbajtur në gjendje stabile inflacionin dhe jo të ketë rritje ad hoc, duke krijuar inflacion dhe duke krijuar krizë, duke mos i marrë për analizë të gjithë parametrat ekonomik. Po, dua që paga minimale të jetë 1000 euro, normalisht, por ka një formulë që është në fuqi, ka një ligj që është në fuqi, ku janë të dakorduar edhe punëdhënësit, edhe sindikalistët janë të dakorduar, edhe qeveria dhe sindikalistët janë të nënshkruar për atë formulë, të cilët tani e kontestojnë dhe thuan që duam të jetë pagë minimale më të lartë. Prandaj e them që bëhet politikë ditore. Sepse edhe opozita kur ju dëgjon se dëshirojnë paga minimale 1000 euro, edhe opozita thotë që pushteti po bën politikë ditore duke shprehur vetëm dëshira. Megjithatë, deputetët e opozitës nga foltorja e kuvendit kanë kërkuar që të ulen pagat e funksionarëve, asa ulen pagat e funksionarëve të rritin pagat minimale. Duke reduktuar buxhetin në këtë. Ata deputet të opozitës që janë tani, ata kanë qenë deputet të qeverisë 8 vite me radhë dhe janë po ata të cilët e kanë rritur pagën e funksionarëve, pagën e vetë kanë rritur për 70%. Vitin që shkoi, paralelisht me pagën minimale, rriteshte edhe paga e funksionarëve, sollëm vendim në qeveri që të mos ketë rritje të pagës së funksionarëve. Këtë vit bëm ndryshim të ligjit në parlament ku arritëm të ulim
pagën e funksionarëve. Kjo qeveri ul pagën e funksionarëve. Mbase nuk është ul, zoti Dërmishi, po vetëm nuk pëson rritje, sepse paga ka mbet konstante. Nga ky vendim, paga e funksionarëve nuk është ul. Për dallim prej asaj qeverie në 2 vite me radhë, domethënë marrim vendime dhe bëjmë ndryshime në ligj ku ulim pagën e funksionarëve ndërsa harmonizojmë dhe rritim pagën minimale. Për dallim prej asaj qeverie që solli vendim, bëri ndryshim ligj dhe rriti për 70% pagën e funksionarëve dhe për çdo vit kur rriteshte paga minimale, rriteshte edhe paga funksionarëve. Kuptoni dallimin, domethënë kur janë në qeveri thuan diçka tjetër dhe kur janë në opozit thuan diçka tjetër. Atë që kemi thënë në opozit, atë e themi edhe në tani që jemi në qeveri, për 2 vite me radhë ulim pagën e funksionarëve. Jo të njëjtat i bëni, zoti Dërmishi. Tani janë. Kalojmë tek pjesa e politikës së përgjithshme krahas asaj që diskutuam për resorin që përfaqësoni. Keni paralemruar si koalicion Vlen, të cilit i përkisni edhe ju, që do të mbani një kongres, mirë po pa precizuar kohën e saktë. Kur do të ndodhë ky kongres? Partia ku përfundimisht koalicioni Vlen do të bëhet një subjekt i vetëm politik? Procesi unifikimit të Vlenit është një zhvillim politik i natyrshëm, i domosdoshëm, i ngadalshëm, i pakthyeshëm, pasi që është edhe kërkesë e qytetarëve, normalisht që ka fillimisht ka 4 subjekte të cilët kanë pasur strukturat të tyre dhe deri në unifikim është një hapësirë kohore apo procedurë kohore që do e arrim dhe do kohë. Do me thënë drejt këtij unifikimi janë shprehur me mendime pozitive të gjithë subjektet pozitive, të gjithë subjektet politike më falni. Hapat janë të ndërmarrë që të gjithë partitë përbërëse që janë të Vlenit të dëshmojnë pjekuri politike dhe të nisim hapat e unifikimit të Vlenit në një subjekt të vetë. Kur? Tani më janë të formuara komisionet, pasi që e dini që kemi pasur një PR të përbashkët të Vlenit, kemi pasur një kryesi qendrore të Vlenit, kemi pasur një kadrovik të përbashkët dhe tani më do të ndërtojmë shumë shpejt edhe një komision që do të nise me unifikim, që do të nise procedurën për unifikimin e Vlenit në një subjekt dhe për çdo ditë do të punon ashtu siç kam punuar gjitha këta grupe që i përmenda, do të punon për çdo ditë në formimin e një subjekti të vetëm politik dhe do të normalisht që do e bëjnë edhe publik datën se kur do të mbahet kongresi dhe më pastaj pas kongresit përsëri ka punë ku duhet që të krijohet kryesia qendrore, duhet që të krijohen degët, kuvendi qendror, delegatët e kështu me radhë. Pra nuk do të jetë maj ose qershori periudha kur Vlen do të jetë një subjekt. Sepse kështu si po paralemroni, bie që është një proces që mbase i duhet akoma shumë kohë. Ne mendojmë që deri në qershor do arrijmë që ta përmbyllim si proces të arritjes së një kongresi. Por pas kongresit përsëri ka punë që do duhet bëhen, sepse do duhet që të krijohen edhe strukturat. Do duhet të nisë nga diku, duhet të ketë, domethënë, një kryesi, një komision bashkërisht që do të punojnë në krijimin e strukturave për unifikimin e Vlenit. Pasi që të krijohet, të mbahet kongresi, do duhet përsëri punë operative. Arben Fetaj dhe Fatmin Limani, ministrat të kujt janë? Ministrat të Vlenit. Pse nuk ishim prezent në mbledhjet e fundit që ka organizuar koalicioni Vlen? Tash nuk duhet bëhem unë zëdhënësi i Vlenit. Jo, tani jeni në cilësinë e përfaqësuesit të koalicionit Vlen, edhe në qeveri, edhe në studio, dhe ku do jeni, në qeveri si ministër jeni përfaqësuesi koalicionit Vlen, përfaqësoni Vlenin aty. Pyetje shumë e mirë që duhet ta parashtroni te ata të ditë sepse nuk kanë marrë pjesë. Pra ju i shqipni si ministrat të Vlenit edhe mungesën e tyre? Deri në marrjen e ndonjë vendimi tjetër, ata janë ministrat të Vlenit. Kryeministri Mickoski ka paralajmëruar edhe riformatimin e qeverisë, apo ndryshe që në publik njihet si fshesa qeveritare. Kush mund të jenë viktimat potenciale sipas jush? Shive, tash riformatimi i qeverisë është çështje që nuk është trajtuar në nivel të koalicionit të Vlenit.
Këto ditë kemi qenë të fokusuar në unifikim, e dini që kemi bërë edhe shkrirje të gjithë kryesive të partive politike që punojmë intensivisht në unifikimin dhe krijimin e vlenit nga një koalicion në një subjekt politik. Shumë shpejt do të vijë koha kur do të diskutohet edhe për riformatimin e qeverisë, edhe për qoftë ndryshim resorësh apo diçka e tillë. E dini që gjitha subjektet tani më kanë bëjnë një screening dhe bëjnë një monitorim dhe bëjnë një analizë të funksionarëve të tyre duke nisur nga ministrat, drejtorët e kështu me radhë që në riformatim apo në reorganizim të qeverisë të kemi edhe ne propozimet tona. Pra do të merret parasysh edhe mendimi i koalicionit vlen në këtë riformatim, nuk do të jetë vendim vis-a-vis i kryeministrit se kush duhet të qëndrojë, kush duhet të largohet. Sa i përket funksionarëve të vlenit, normalisht që vendos vleni. Sepse praktika nuk është se ka dëshmuar këtë, zoti Durmishi, sepse zoti Kasame nga një medium tjetër ka paraqitur ankesa për mungesën e vullnetit për punë të ministrave të caktuar, por edhe ka përmendur edhe disa zëvendës ministra. Mirë po qysh të nesërmen, zoti Mickoski ka deklaruar që është i kënaqur me punën e gjithë ministrave tjerë. E thash që të gjithë funksionarët e vlenit, të gjithë subjektet politike që tani më janë në shkrirje, janë duke bërë një screening dhe janë duke bërë një monitoring të punës së funksionarëve dhe normalisht që do i kenë propozimet e tyre. Normalisht mandatari i qeverisë është kryeministri, ai i cili do i bën ndryshimet, por propozimet e kuadrave të vlenit janë nga vleni. Tani, tek ajo çka më së tepërmi është bërë edhe temë diskutimi këtë javë, edhe javën që lan pas ishte që janë dy çështjet që kanë prekur shqiptarët, është çështja e uljes në 38% të strukturave drejtuese në Ministrinë e Punëve të Brendshme, që sipas analizave ky veprim i Ministrisë Punëve të Brendshme drejt për së drejti dëmton shqiptarët nga pozitat drejtuese. Çfarë do thotë kjo për vlenin në këtë përbërje qeveritare? Sepse kemi edhe zëvendës ministrin në Punët e Brendshme, a është diskutuar kjo brenda vlenit? Shive tash, proceset e brendshme që ndodhin në Ministrinë e Punëve të Brendshme zhvillohen në mënyrë transparente dhe me përgjegjësi. Aty kemi zëvendës ministër, kemi krijuar një grup pune sa i përket reorganizimit të brendshëm të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe do e ul strukturën drejtuese në bazë të grupës punuese të cilët kanë sjellur propozim që të ulin strukturën e drejtuese që i kanë brenda ministrisë që të jetë sa më efikase në shërbim ndaj qytetarëve dhe sa më fleksibile dhe sa më e shpejt të jetë funksionale dhe të zgjidh problemet dhe nevojat të cilat i kanë qytetarët. Normalisht që kemi edhe ne kuadrën tonë aty që punojmë bashkërisht me partnerët e koalicionit dhe normalisht që do jetë nuk bëhet fjalë për ulje të përqindjes etnike, bëhet fjalë për ulje të pozicioneve dhe nga kjo do të dalim edhe me më shumë të përfaqësuar, edhe më shumë shqiptarë do të jenë të përfaqësuar në këtë institucion se sa kanë qenë më përpara. Mirë, po jo në pozita drejtuese. Kur do të përmbyllet procesi, edhe siç e përmendet edhe ju zëvendës ministri është ai që do ju informon, po ashtu do të informohet edhe opinioni dhe do e shihni që gjitha procedura është transparente dhe nuk ka të bëjë me ndarje etnike, por ka të bëjë me riorganizim të brendshëm të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Po për largimin e 5 shqiptarëve nga Ministria për marrëdhënie ndërmjet bashkësive, pse akoma askush nga koalicioni vlen nuk ka reaguar? Çdo vendim për largim nga puna, sidomos në një institucion kaq të ndjeshëm, duhet normalisht të jetë i bazuar në ligj, të ketë procedurë të rregullt dhe trajtim të barabartë për të gjithë. U dëshmua që nuk ka qenë procedurë e rregullt. Po, Agjencia për Administracion, institucion kompetent për këtë çështje pas padisë së ngritur që e kanë bërë herën e parë, ka marrë vendim që drejta e punësuarve të pranohet dhe normalisht organet kompetente ku tregon që kanë vepruar, ku tregon që e drejta refuzuar vendimin e ministrit, po flasim për përfundimin, sepse këta tani më nuk janë në punë. Do të organet kompetente do të reagojnë dhe a i bie kjo që ministri Stojlković është mbi ligjin? Nuk mund të jetë mbi ligjin. Praktika ose veprimi ati po e dëshmon këtë. Asnjë qytetar nuk mund të jetë mbi ligjin. Jo, se qytetarët nuk mund të jenë mbi ligjin, kjo është e ditur. Organet kompetente derisa ta përfundojnë
procesi, normalisht ato kanë vazhduar edhe proces gjyqësor, unë nuk i kam dokumentet para vetes dhe nuk e di rastin, procesin deri ku është, se ku kam bërë edhe se saktë se çka ka ndodhur edhe të them, dhe në qoftë se ata kanë të drejtë, organet kompetente do të reagojnë dhe ata do të kthehen në vendin e punës, jo Stokoviçi, asnjë qytetar nuk është mbi ligjin. Në qoftë se ata nuk kanë të drejtë, këtu nuk bëhet për ndarje. Po ju si ministër i ekonomisë dhe punës, a i keni kontaktuar këto 5 qytetar edhe me i taku edhe me i pyet ku është situata derisa? Kam pasur komunikime. Sepse reagime publike nuk kemi parë, jo nga ju, po nga askush prej përfaqësuesve të koalicionit. Kam pasur komunikime me telefon, po kam pasur edhe indirekt që ma kanë sqaruar rastin, po nuk i kam parë, domethënë dokumentet nuk i kam pasur para vetes dhe nuk e di sakse si ka rrjedh komplet procesi. Dhe organet kompetente janë duke vepruar. Në qoftë se do të del që këta kanë të drejtë, ashtu siç e ka vërtetuar Agjensoni për Administratë dhe ka sjellë në vendim që të kthehen, asnjë qytetar nuk është mbi ligjin dhe do duhet që të respekton ligjin. Në këtë rast Stokoviç do duhet që t'i kthen edhe t'i pranon në punë. Në qoftë se organet gjyqësore do të vërtetojnë që nuk kanë të drejtë, këtu nuk bëhet fjalë për ndarje etnike apo për hakmarrje apo për do themi për largim nga institucionet shtetërore shqiptare, por bëhet fjalë për procedurë që duhet hyrë edhe analizojnë. Nëse këto kanë të drejtë, do të kthehen në vendin e punës. Nëse ju vlerësoni që nuk bëhet fjalë për ndarje etnike, nuk është i rastësishëm se bëhet fjalë për 5 punësuar që rastësisht ose çuditërisht të 5 i takojnë etnisë shqiptare. Prapë them, organet gjyqësore do e vendosin. Dakor. Dhe pas atij vendimi do duhet që të ndërmerren veprimet. Në qoftë se kanë të drejtë, është e drejtë kushtetuese të jenë në punë, edhe ajo e drejtë do ju mundësohet, do duhet që të kthehen te vendi i punës cilin e kanë pasur. Po për këtë duhet edhe garancë, gjë të cilën mbase nuk e keni dhënë deri tani publikisht asnjëherë. Për këta të punësuar që... Në qoftë se janë në të drejtë, ato do e kenë garancën që ne i mbështesim institucionet tona shtetërore, po ashtu edhe ato lokale, institucionet e vendit që garantojnë drejtësi në vendin tonë, dhe ato institucione kur do të thuan fjalën e fundit, normalisht që ata do të kthehen tek vendi i tyre i punës. Kryetari i gjykatës kushtetuese Darko Kostadinovski tha që më mirë të mbyllet gjykata kushtetuese se sa të vi mekanizmi i badenterit. Ç'mendim ka koalicioni vlen për këtë? Kryetari i gjykatës kushtetuese duhet të flas me, e kam përmend edhe një emision tjetër, që duhet të flas me gjuhën e kushtetueses dhe me peshën që kërkon funksionin cilin ai e mban. Jo të kyçet në tema politike ditore. Gjykata kushtetuese është organi më i lartë juridik në vendin ton, por kjo nuk do të thotë se sjellja e kryetarit të saj nuk mund të komentohet. Sidomos ai kur për çdo ditë domethënë jep deklarata, një lloj forme e hup edhe besueshmërinë e qytetarëve ndaj këtij institucioni, për atë duhet pasur kujdes dhe të jep deklarata të panshme dhe të respekton kushtetutën ashtu siç e kërkon rendi dhe siç e kërkon kushtetuta, të mbron kushtetutën sekretari i kushtetues dhe të mos jep deklarata politike të mban anë të njerëz apo të qetrës palë, por të sillet në formë të panshme. Jemi krejt në fund dhe për ta përmbyllur, sërish me çështjen e riformatimit të qeverisë, mbase ju deklarua që akoma nuk keni bërë një analizë. Kryetari juaj, zoti Kasami, ka pas 2 momente ku e ka atakuar drejt për drejt zotin Fetaj, për të cilin ka shprehur keqardhje. Në riformatimin e shpejt që do të ndodhë pra në maj sipas paralajmërimeve të kryeministrit, kush do të jenë ministrat e rrezikuar nga koalicioni Vlen ose nga kolegët tu që sot i ke, cilët nuk do të jenë më? Normalisht kjo përbërje është bërë mes partnerëve të koalicionit të tani po flasim vetëm për përfaqësues të Vlenit. Dhe normalisht që kur do të përfundon ai procesi i analizës, partnerët e koalicionit të Vlenit, që do të presim që shumë shpejt të shndrohet në një subjekt të vetëm politik, bashkërisht me partnerët e koalicionit do të ulen dhe do të diskutojnë për resoret edhe për gjithë ministrat se si do të funksionojnë në 2 vitet e ardhshme. Kush do të jenë personat ose kolegët të rrezikuar nga ky informativ? Këto ditë jemi të fokusuar. A do të jetë zoti Fetaj dhe zoti Limoni? Këto ditë e përmenda, jemi të fokusuar në unifikimin e Vlenit,
kur do të vijë momenti dhe do të përfundon analiza dhe do të diskutohet, do të ulemi edhe do e vendosim se cilët do të jenë ata funksionarë të cilët do të vazhdojnë dhe cilët do të jenë ata funksionarë të cilët do të ndrohet resori nga një resor në tjetër dhe cilët do të jenë ata funksionarë të cilët do të shkarkohen. Ashtu siç është bërë marrëveshje politike mes partnerëve të koalicionit në fillim të mandatit, ashtu do të bëhet përsëri përmes liderëve, pasi që janë ata të cilët e propozojnë një kuadër, liderët politik dhe është kuvendi i subjektit ai që e miraton. Dakor, ne këtu përfundojmë zoti Dërmish me këtë intervistë. Faleminderit për kohën tuaj, ishte kënaqësi. Kënaqësia gjithashtu ishte e imja, faleminderit për ftesën. Faleminderit shikues të nderuar për vëmendjen tuaj dhe deri në takimet tona të radhës, mirëmbëjtje.